Jam konë në UAE, jam konë Dubai, edhe kam në 2 muaj e gjysa të provu me bo në e farë zgjidhje për vizën e Kinës, po që nuk u bo. Edhe ardhë koha e 3 mujoshit që është free viza për Kosovën, por det me lëshu venin, edhe nuk po ta zgjidhje tjetër përveç me ardhë në Pakistan. E viza e aplikova, 10 minuta më ka dalë, edhe këtu ke shumë mirë deri në Lahore, domethënë kur marrë ka Lahore atëherë e po lajme, e po në social media po që ke sulme në fillim ato 26 a 50 më duket në fillim kur i mytën, edhe thash në rregull, na është vetëm konflikt, po u bë shumë e madhe thash. Nuk i dihet çfarë ndodh. A jeni shku në Pakistan vetëm për vizitë apo do të qëndroni më gjatë? Jo, unë jam shku me bicikël prej Kosovës në Indonezi, edhe rruga në Pakistan është nuk kam ka shkoj tjetër, përveç Pakistanit, në Kinë, në Vietnam, në Indonezi. Do të thotë jeni vetëm tranzit në Pakistan, nuk është qëllim ndalesa atë? Jo, tranzit, sa ma shpejt që dalë për këtushit është aq më mirë. Në vendin ku je, a ka tension mes qytetarëve? Tension shumë më i madh është Kashmir, po kjo pjesa edhe këtu nihet, domethënë nihet shihet në popull, shihet që janë pak stresuar, po në pakistanez shihet që janë shumë entuziastë që me mbrojt vendin e vet, dalin, thonë ok, jemi gatshëm për luftë. Kjo nuk është lufta jam, edhe për mua është më mirë me largu për këtu sa më shpejt që është të mundshme. Personalisht se ke ndihni rrezikum këto momente? Nuk i di kur se çfarë mund më ndodh. Normal që ndihesh i rrezikum, po çfarë është shkruar më ndodh nuk i ka ik, kështu që unë s'kam çfarë bëj përveç se me gjanja zgjidhje më largu.